Suksesi historik i Kosovës në sigurimin e play-offit për kualifikim në kampionatin botëror në futboll ka shkaktuar reagime të forta në rajon, ndërsa mediat serbe janë tronditur edhe kanë raportuar me tone nënçmuese. Në Kroaci kjo arritje është pritur me respekt dhe vlerësim të madh. Media serbe Nova ka shkruar: Kosova asnjëherë më afër kualifikimit në botëror, bien edhe slovenët, një hap më afër historisë, bien edhe slovenët, e Kosova shkon në barazh, e ka titulluar fitoren e Kosovës Sport Klub. Ndërkohë mediat në Kroaci kanë vlerësuar suksesin e kombëtares të drejtuar nga Franko Foda. Kosova feston suksesin historik, shkruan veçer një listë. Kosova ka siguruar të paktën play-offin për kampionatin botëror, për plasman direkti duhet një mrekulli, raporton 24 Sata. Kosova arriti një fitore historike ndaj Slovenisë me rezultatin 0-2, duke siguruar play-offin e botërorit 2026. Ndërkohë, në aspektin matematikor, ekziston një hipotezë e çmendur që dardanët të synojnë vendin e parë, edhe pse në praktik kemi të bëjmë me një mision të pamundur. Përfaqësuesja e Franko Fodus ndodhet në pozita thuajse të njëjta me Italinë dhe Turqinë. Të kaltërve të Gatuzos i duhet të mposhtin me 9 gola diferencë Norvegjin për të rrëmbyer vendin e parë. Turqia duhet të mposhtë me 7 gola diferencë Spanjën për ta mbyllur grupin në vendin e parë, ndërkohë që Kosova duhet të triumfojë me 6 gola diferencë ndaj Zvicrës për t'i parakaluar në renditje helvetët. Hipoteza këto në kufijt ekstreme të çmendurive. Nga luftat e ëndra për Kupën e Botës, kjo nuk është vetëm një fjali me tingull të bukur, kjo është historia jonë. Historia një populli që u ngrit nga hiçi, që u përballë me tmerre, humbje, dhimbje, por që kur nuk e ndali frymën e vet. Dhe kur shehet djemtan, veshur, bardh e kaltër, duke festuar në mes të Ljubljanës pas një fitoreje të pastër, të fortë, të merituar, e kupton qartë, shqiptarët nuk dorëzohen kurrë, as në luftë, as në fushë, as në jetë dhe as në futboll. Ajo ndeshje 0-2, i shkruar me djers, zemër dhe disiplinë, nuk ishte vetëm një rezultat sportiv, ishte një kujtesë, një rikthim në rrënjët tona, se vetëm 25 vjet më parë, këta njerëz që sot valvitin flamurin në stadium, vinin nga familje që jetonin mes tymit të shtëpive të djegura, mes plagëve të hapura, mes heshtjes së frikës. Sot, bijtë e atyre fëmijëve ecin me kokën lartë para gjithë botës, duke treguar se çfarë mund të bëjë një popull kur jepet mundësia të jetë i lirë. Shikoni fytyrat e tyre kur shënojnë, kur ngritin grushtin drejt qiellit, kur përqafohen pas golit. Aty ka diçka që nuk mund të blihet, nuk mund të fabrikohet, ka shpirt, ka krenari, ka kujtim të sakrificës. Ata nuk luajnë vetëm për veten e tyre, luajnë për të rënët, që s'patën mundësi të shohin ditën e sotme, për nënat që heshtën me zemër të shqyer, për baballarët që mbajtën fëmijët gjallë me zor, për një popull që e di se çdo të thotë të luftosh për çdo grimc të së ardhmes. E kur Kosova siguron play-offin e Kupës së Botës duke treguar disiplinë e karakter, nuk është thjesht një hap sportiv, është një hap kombëtar, është një mesazh i qartë për çdo shqiptar kudo që është. Ne kemi ardhur deri këtu duke ecur mbi plag, por sytë tanë janë gjithmonë ka horizonti, dhe horizonti sot quhet botrori, një ëndër që dikur duke qesharake për ne, por sot është reale, e prekshme, e mundshme. Fitoria ndaj Slovenisë nuk u soll vetëm nga golat, as nga autogoli kundërshtarit. Ajo u soll nga mentaliteti, nga guximi, nga vendosmëria për të mos u tërhequr, qoftë edhe 1 centimetër. Një skuadër që del në fushë me këtë shpirt nuk është thjesht ekip futboll dashësish, është një simbol, një vazhdimësi e asaj rruge që filloi në male dhe fshatrat e djegura dhe që sot vazhdon në stadiumet e Europës. Dhe gjithë kjo i prek shqiptarët, sepse në çdo fitore të Kosovës ka një copës historie që ne e mbajmë në zemër, ka një thirrje që ne kujtojmë kush jemi, një popull që nuk e planon nënshtrimin, një popull që nuk e harron të kaluarën, por e përdor atë për të ndërtuar më të mirën e së ardhmes. Dhe kur djemtan festojnë të buzëqeshur, është sikur dikush të fshi pak nga ajo mjegull e rënë që e kemi mbajtur mbi shpinë në dekada. Nga luftat e ëndra për Kupën e Botës, kjo është udhëtimi ynë i vështirë, i gjatë, por i drejtë, dhe sot, me shumë se kur, shqiptarët kanë arsye të çojnë zërin lart. Jo nga mendjematësia, por nga krenaria, sepse po e shohim me sy tanë, ëndrat tona nuk janë më të paarritshme,
Jemi këtu, jemi pranë dhe çdo ndeshje na afron një hap tjetër drejt një bote ku Kosova jo vetëm luan, por bën histori. Kjo është për ata që luftuan, për ata që ndërtuan, për ata që besuan dhe për ata që sot e mbajnë flamur i lartë si një popull që ka kaluar ferrin, por ecën drejt qiellit.